Ungjilli I sotëm është një ungjilli I shkurtër, por shumë domethënës për gjithë secilin nga ne. Tregon ku Zoti I thirrri nxënësit e parë. Kur filloi shërbesën e tij publike, Zoti I thirrri 12 apostujt. Dhe ungjilli I sotëm tregon për 4 nxënësit e parë që I thirrri në liçenin e Galileës. Ishte Pietri, së bashku me vllajën e tij Andrean, dhe I tha që ejeni pas meje, më ndiqni dhe t'ju bëj peshkatar njerëzish. Dhe më tej ishte Zebedeu, I ati Jakovit dhe Joanit, së bashku po rregullonin rrjetat, dhe I thirrri këta të dy. Dhe ata lanë për një herë gjithçka që kishin dhe ndoqën pas. Dhe Zoti filloi shërbesën e tij publike duke predikuar, duke shëruar e duke përhapur ungjillin kudo. Ky është ungjilli I sotëm. Në dukje duket shumë I thjeshtë, por shumë I rëndësishëm për ne. Së pari është thirrja. Zoti na thret në gjithmonë. Çdo njeri, pa përjashtim, thirret vazhdimisht, sepse njeriu nuk është një qenie statike. Nëse ne nuk do ngrihemi lart shpirtërisht, do fillojmë të bijem. Njëjti ligj që është natyrën fizike është dhe natyrën shpirtërore. Një objekt që nuk ka forcë për të ngritur lart, do fillojë që të bjerë I poshtë. Ashtu është dhe në jetën shpirtërore. Dhe Zoti I thret të gjithë. I thret ata që vinë për herë të parë në kish, I thret ata që kanë ardhur vazhdimisht, I thret njerëzit që nuk besojnë, I thret ata që besojnë që të përparojnë akoma më shumë. Dhe thirrja është e vazhdueshme. E kjo thirrje na drejtohet të gjithëve ne, që duhet jemi vazhdimisht duke u rritur. Madje Shën Grigori I Nisës thotë diçka shumë të rëndësishme. Jo vetëm në këtë jetë që ne duhet rritemi vazhdimisht shpirtërisht, dhe nëse do bëhemi të denjë që të jemi në mbretërinë e qejve, do jemi vazhdimisht duke kaluar nga lavdia në lavdi. E megjithëse Perëndia nuk e zërohet kurrë, sado që të rritemi ne shpirtërisht në përjetësi, përsëri nuk e mbarojmë udhëtimin tonë. Është një udhëtim I vazhdueshëm nga lavdia në lavdi. Dhe në ungjillin e sotëm kemi disa pika shumë të rëndësishme. E para, apostujt e parë ju përgjigjen me njëherë Zotit. Lanë punën e tyre dhe shkuan pas. Kur e lexon në ungjill, duket si diçka shumë e thjeshtë. Por kjo na bën të reflektojmë në jetën tonë. A I përgjigjemi ne për njëherë Zotin duke lënë gjithçka? Merreni me mend, gjithë secili nga ne të jetë në punën e tij, dikush në dyqan, dikush në zyrë, dikush punë të tjera, çfarë mund të ketë, dhe ta thrasi Perëndia dhe të lëri të gjitha dhe të shkojë, duke lënë familje, duke lënë baban, duke lënë gjithçka tjetër, nuk është aq e lehtë. Kur e bëjnë të tjerët duket lehtë, por ungjilli I sotëm na kujton ne të gjithëve, a I kemi lënë të gjithë të tjerat për ta ndjekur Zotin, sepse ne nuk mund të shërbejmë dy zotërive, thot Zoti. Nuk mund të shërbesh dot edhe Perëndis, edhe Mamonait. Mamonai ishte perëndia siriake e pasurisë dhe personifikuar në lakmin dhe në etjen për të fituar gjithçka. Ne nuk mund të shërbejmë dot edhe Zotit, edhe gjithë pasioneve tona, dëshirave tona e gjithçka tjetër. Dhe lënia e të gjithave nuk do thot vetëm anët materiale, që lanë rrjetat dhe lanë varkën dhe lanë punën e tyre, po duke lënë gjithçka tjetër. Nuk menduan shumë gjatë, siç mendojmë ne shpesh, që mund bëjmë analiza. Nëse Zoti do na kishte thirrur, ne do thonim na le dhe pa kohë, ato do kishin punën duke peshkuar. Dy vëllezërit Jakovi dhe Joani mund përgjigjeshin, nuk mundemi tani se kemi dhe baban, të rrim ca kohë ta ndihmojmë atë dhe pastaj do vim. Thot I lanë rrjetat dhe menjëherë shkuan pas tij. Kur bën thirrje Perëndia, duhet shkuar për një herë. Hezitimi nuk vjen realisht nga arsyet që gjejmë ne, sepse kushdo që punon për Perëndin, Perëndia nuk do të braktisë, as atë, as familjen e tij. Por ne nuk përgjigjemi thirrjes për një herë, sepse nuk duam të shkëputemi nga ato çfarë na jep bota. Prandaj dhe ungjilli I sotëm është shumë I rëndësishëm. Dhe do doja që gjithmonë kur lexoni ungjillin, mundohuni që të meditoni për të zhytur në thellësi, sepse thesaret e mëdha dhe perlat më të bukura janë thellësi akoma më të mëdha. Shpesh herë ne lexojmë ungjillin në mënyrë si përfaqësore. E nëse lexojmë në mënyrë si përfaqësore, ungjilli nuk do na thotë dot gjë. Në Jerem dikon është një histori shumë e bukur. E tregon Aba Abrahami.
Thot një herë thot shkova të vizitoja Aba Aresin, një tjetër atë shumë i madh shpirtëror, e tek ai vinin qindra njerëz për ta pyetur për gjëra të ndryshme, dhe ai përgjigjej gjithëve shumë thjesht. Në fund erdhi një murg, i ran gjunjë dhe i tha: "Aba, çfarë duhet bëj që të shpëtoj shpirtin tim?" Dhe i thot: "Ktheu në qeli, agjëro, ha vetëm një herë në ditë bukë dhe ujë dhe lutu." E falenderoi dhe iku. Mbas një viti tregon përsëri Aba Abrahami, isha në qelinë e Aba Aresit. Edhe vinin njerëz të ndryshëm, pyesnin për gjëra ndryshme dhe ai përgjigjej. Në fund erdhi përsëri ai murgu që kishte qenë para një viti, i ran gjunjë dhe i tha: "Aba, thot, e bëra atë që më the, çfarë duhet bëj tani?" Dhe i thot: "Shko përsëri në qeli, ha bukë një herë në 2 ditë, bukë dhe ujë dhe lutu akoma dhe më shumë." Përsëri e falenderoi dhe iku. Kur u larguan njerëzit, tregon Aba Abrahami, i thash Aba Aresit: "Përse të gjithë dhe i thu gjëra shumë të thjeshta dhe këtij i jep disa detyra shumë të vështira?" Dhe Aba Aresi mu përgjigje tha: "Të gjithë që vinë më pyesin kot, sepse dhe ato që i them unë nuk do i bëjnë. I vetmi njeri që më pyeti seriozisht ishte ky, dhe unë i fola atij shumë seriozisht." E njëjta gjë është edhe me librat e shenjtë. Nëse ne do i lexojmë në mënyrë sipërfaqshme, nuk do na thënë dot asgjë. Po nëse do i lexojmë me gjithë shpirt për të kërkuar realisht diçka, do gjejmë. Sepse kur thot Zoti kërkoni dhe do gjeni, nuk do thot që bëni sikur kërkoni. Nëse ne do kërkojmë me gjithë shpirt, Zoti do plotësoj çdo dëshirë. Historia e gjatë e jetës shpirtërore në kishën tonë është e mbushur me mira historira të tilla. Nëse ne i lutemi Perëndis dhe i kërkojmë me gjithë shpirtin tonë, Perëndia do na japi ne atë që është më e mira për ne. Po nëse bëhemi sipërfaqshëm, vetëm thjesht ndjekim disa rite nga jashtë, asgjë nuk do ndodhi brenda. Prandaj jemi thirrur vazhdimisht për të ngritur. Dhe ungjilli i sotëm na kujton të gjithëve ne që duhet avancojmë në jetën tonë shpirtërore, sepse nuk ka gjendje statike as në planin fizik, as në planin shpirtëror. Dhe ungjilli mbaron duke treguar që Zoti filloi punën e tij publike, duke predikuar ungjillin. Gjë që do thotë, nëse ne jemi thirrur, nuk jemi thirrur vetëm thjesht për të përfituar disa gjëra, po jemi thirrur për të përhapur ungjillin dhe lajmin e mirë kudo. Sa nevojë ka sot bota për lajmin e mirë? Shumë gjëra nuk mund të ndryshojnë vetëm nga jashtë, nëse nuk ndryshon njeriu. Nëse nuk ndryshon njeriu, çfarë do lloj reforma është bëjmë, pa ato gjëra do përsëriten vazhdimisht. Tolstoi ka një meditim shumë të bukur, e thot: "Sa herë njerëzit kanë thënë, thot, dhe kanë bërtitur kur kanë ndryshuar shumë gjëra fitore. E meqense kanë përditur, e kanë përsëritur vazhdimisht fitore, do thotë që s'ishte fituar asgjë, sepse vetmja fitore e vërtet është kur ne ndryshojmë jetën tonë shpirtërore, e ndryshojmë njeriu tonë brenda nesh. Nëse nuk lind njeriu i ri brenda nesh, njeriu i vjetër do sillet në të njëjtën formë. Dhe për të realizuar këtë gjë, Zoti na doni që ta ndjekim atë pas. E ta ndjekim atë pas do thotë të ndjekim rrugën e tij, jo vetëm thjesht për veten tonë, edhe për të tjerët. Se çfarë bën apostujt dhe nxënësit? Lanë gjithçka, e ndoqën Zotin pas dhe pastaj e përhapën ungjillin në të gjithë botën. Kjo ka qenë nga mrekullitë më të mëdha që kanë ndodhur në historinë e njerëzimit. Si ka mundësi që 12 njerëz shumë thjesht, nga krahina më e prapambetur e perandërisë romake, Galilea, arritën dhe mundën gjithë perandërinë. Zoti nuk zgjodhi 12 filozof, as 12 shkencëtar, as 12 mbretër shumë të mëdhej për ta përhapur ungjillin, po përdori 12 njerëz të thjesht, të cilët ndoshta nuk mund kishin arsim në kuptimin e jashtëm, po kishin një pastërti zemre, dhe prandaj dhe arritën ta kuptonin ungjillin, dhe arritën ta kuptonin thellësinë e mësimit të ungjillit, sepse zemra e tyre ishte e pastër. E duke pasur një zemër të pastër, ata u munduan jo vetëm për veten e tyre, po dhe për tjerët, për ta përhapur ungjillin kudo. Është detyra e çdo krishteri që të ndjekë rrugën e Krishtit, e të përhapi ungjillin jo vetëm tek familja e tij, por në të gjithë botën, sepse bota e sotme ka nevojë për dritën e Krishtit. Nëse nuk do ishte kjo dritë, bota do ishte akoma më e keqe se është sot. Është kjo dritë që ndriçon zemrat e njerëzve. Është kjo dritë që mund ndriçojë popull të ndryshëm për të hyrë në rrugën e të vërtetës dhe drejtësisë. Prandaj dhe Zoti na thret ne vazhdimisht. Le të mundohemi të përgjigjemi kësaj thirrje. E Zoti do na bekojë e do na shenjtërojë,
sepse çdo njeri është thirrur për të bërë një shenjtë. Kështu thohet në shkrimin e shenjtë. Jeni të shenjtë sepse unë jam i shenjtë, na drejtohet Perëndia. Perëndia nuk do kërkonte diçka që ne nuk mund ta bënim. Ne mund ta bëjmë atë, po jo vetëm me fuqinë tonë. Ne mund ta bëjmë atë ku jemi të përulur, e ku pranojmë mësimin e Zotit dhe ku e ndjekim atë pas. Prandaj do donja që le ta ndjekim Krishtin në çdo thirrje që na bën, në çdo pozicion të jetës që do jemi, sepse duke ndjekur Krishtin do ndriçohemi vetë e do kemi mundësinë që ndriçojmë edhe shumë njerëz që janë rrotull nesh. Amin.